Ja që në këtë 36 vjetor, po mblidhemi në një kohë që nuk është e zakonshme për Kosovën. Po mblidhemi në një moment krize të thellë, një krizë që nuk është vetëm ekonomike, por mbi të gjitha është krizë institucionale dhe politike. Një krizë që e keni parë dhe vetë për një vit, ka paralizuar shtetin, i ka lodhur qytetarët dhe e ka zbehur thellësisht besimin tek e nesërmja. Dhe kjo nuk është krizë e krijuar nga jashtë, nuk na vjen kriza nga ndonjë armik jashtëm, është krizë e prodhuar nga keqçeverisja populiste, nga mungesa përgjegjësisë dhe nga 5 viteve të humbura në konflikt, improvizim dhe populizëm. Prandaj nuk ka datë më të mirë se sa kjo e sotmja, 23 dhjetori i vitit 2025, për të kujtuar edhe një herë se sa e vlefshme është uniteti kombëtar, sa i vlefshëm është përbashkimi jonë i madh, sa i vlefshëm është misioni ynë politik për liri, për pavarësi dhe për demokraci. Viti i fundit ka qenë vit i një bllokade të plotë institucionale. Institucionet kanë funksionuar me kapacitete minimale. Kuvendi është ndruar në arenë përplasjesh dhe jo një arenë vendimarrje politike, gjërsa qeverisja ka humbur fokusin nga qytetari. Vendimet janë shtyr, projektet janë bllokuar e qytetarët janë lënë të presin. Dhe kur shteti ndalet, siç e dini ju qytetar, jeta reale ndalet. Ajo bëhet më e vështirë, më e pasigurt dhe më e padrejtë. 5 vitet e fundit kanë qenë 5 vitet humbura për Kosovën, jo sepse Kosova s'ka pas potencial, por sepse ka munguar vizioni për Republikën tonë. U premtua ndryshim, u përjetua stagnim, u premtua drejtësi, u pa padrejtësi, u premtua unitet, u dha përçarja, u premtu zhvillim, u përballë me pasigurinë më të madhe, me izolimin më të madh, me humbjen e kohës për secilin prej ne. Pensionistët, ata më të vlefshmit tonë, po përballen me vështirësi për të jetuar me dignitet minimal në shtetin që e krijuan vetë. Dhe në një qytet punëtor si Vështria, kjo barë ndihet edhe më shumë, sepse Vështria juaj është qytet i punës së ndershme, qytet që ka dhënë shumë për Kosovën dhe rrallë herë ka kërkuar më shumë se sa çfarë i takon. Është qytet që ka mbijetuar me punë, ka mbijetuar me tregti, me bujqësi dhe me familje të forta. Por sot, përkundër gjithë këtij kontributi, ky qytet është lënë në harresë, ky region është lënë në harresë më tepër, në harresë institucionale, pa investime serioze dhe pa vëmendjen që e meriton prej shtetit vet. Kjo nuk është padrejtësi vetëm ndaj qytetit tuaj, është padrejtësi ndaj gjithë vendit tonë, shtetit tonë. Dhe kjo është gjendja, kjo është diagnoza dhe pikërisht sepse e themi hapur këtë gjendje, sepse nuk e mshefin krizën dhe nuk e zbukurojmë realitetin me prralla të bukura, ne sot duhet të flasim për zgjidhje, sepse kritika pas zgjidhje është zhurmë, pas zgjidhje pa diagnozë është vetëm mashtrim. Dhe pikërisht për këtë arsye, LDK-ja është alternativa e vetme politike në zgjedhjet e 28 dhjetorit që e kupton krizën e tanishme dhe jep zgjidhje për krizën që e kemi tani. Ju e dini shumë mirë se LDK nuk është një alternativë e rëndomt. LDK gjithmonë ka qenë domosdoshmëri e kohës, sepse Kosova pa LDK-n s'ka as edhe kuptim.
LDK-ja me Kosovën I japin rikthim të arsyes, maturisë dhe shtetit funksional. LDK-ja dhe Kosova I japin forcë politike vendit që e kupton se qeverisja nuk bëhet me fjalë të thata me slogane, as me fsharje ofendime, edhe më pak me përsharje, por me punë, plane, punë dhe plane. Punë, plane, lidhja demokratike Kosovës ka, sepse ka listën e shkëlqyeshme. I ka profesionist të zot. Mbi gjitha, e ka idealin për shtetin që e ka ndërtuar me plot mund e sakrificë. Jo me improvizim, por me institucione. Jo me përsharje ofendim, por me unitet e bashkim. LDK ka kuadro, ka profesionist, ka njerëz që din qeverisi, njoftoj për një dashurëqitje të madhe për të 110 kandidatët tonë që kemi në listë. Vërtet janë shkëlqyeshëm. Janë shkëlqyeshëm, burra, gra, patriot vërtet që dojnë Republikën e Kosovës, kanë dhe dije, kanë dhe përvojë, kanë dhe vullnet në secilën fushë, në secilën sferë, për secilën etapë historike edhe të ardhmet Kosovës. Por mbi gjitha, LDK-ja ka një program si bindje, jo vetëm si dokument I shkruar elektoral, një program detajuar, përgjithshëm dhe mbi gjitha të zbatueshëm, një program që nuk flet në përgjithësi e pa numra, por që shumë I saktë, I drejt për drejt, për secilën kategori qytetarëve tonë. Prandaj duhet flas shkurtimisht dhe për vizionin tonë, për programin tonë, për premtimet tona, për arsyeën pse po japim këto zotime dhe pse ato janë të domosdoshme edhe për vështrinë, edhe për Kosovën. Dhe në qendër të programit tonë, në qendër të konceptit tonë politik, është pasuria më e madhe kombëtare që kemi, është familja. Jo rastësisht, sepse familja është pasuria më e madhe që mund ta kemi si shoqëri. Në vështrinë tuaj, siç e dini, familja gjithmonë ka qenë institucioni më I fortë shoqëror. Ajo ka mbajtur gjallë vlerat, ka mbajtur gjallë solidaritetin, ka mbajtur gjallë ndjenjën e përkatësisë edhe në kohë kur s'ka pas fare shtet këndej. Sot, kjo familje është nën presion të madh, edhe ekonomik, edhe presion të madh social. Prindrit po mendojnë çdo muaj si ta mbyllin muajin. Trind po e shtyjnë krijimin e familjes ose po largohen nga vendi në tërësi. Dhe kur familja dobësohet, natyrisht se dobësohet dhe shteti. Prandaj duhet investojmë në familje dhe ky investim nis me themelimin e Ministrisë së Familjes dhe Mirëqenies si dikaster prioritar I lidhjes demokratike të Kosovës. Jemi partia e qendrës së djathtë, do të investojmë në familje fort për 4 vjet në çdo etapë të rritjes, zhvillimit dhe konsolidimit të familjes kosovare. Do ta nisim nga fillimi dhe jo me fjalë, me politika të sakta. Kështu që nga vështërria juaj, më lejoni të zotohem se për çdo të posalindur Kosovë, tash e tutje në qeverisjen tonë, çdo fëmijë që lind në Kosovë, për vitin e parë prindërit do t'i marrin plot 2.400 euro për një vit, nga 200 euro në muaj që ta përballojnë vitin e parë të lindjes së fëmijës, pa telashe të tjera fare asnjë. Po ashtu, për çdo fëmijë të Kosovës, nga mosha 1 deri në 16 vjeçare, çdo muaj nga 50 euro nga shteti I Kosovës. Ky planifikim është për vitin e parë, në vitet në vijim do të arrisim gradualisht dhe shtesën për fëmijë. 50 euro për çdo fëmijë të Kosovës, aq fëmijësa janë nga 50 euro për fëmijë secilin muaj. Dhe mbi gjitha duam që të investojmë në fëmijë në 2 nivele, në qerdhe të reja, sepse fëmija I sotëm I Kosovës është shumë I aftë, shumë I avancuar se sot gjeneratat paraprake dhe kjo shej e mirë, është e jashtëzakonshme. Fëmijët tonë zguzojnë të presin deri në 6 vite për të futur në sistem edukativ. Do të ndërtojmë telečerdhe në mënyrë që çdo fëmijë nga mosha 3 vjeçare deri në 6 të jetë në sistemin edukativ nga fillimi, të shehet mirë, të mësohet mirë nga fillimi, të jetë motor I forcës së ardhshme zhvillimore të Republikës Kosovës. Nga 80 qerdhe që I kemi, do t'i realizojmë dhe në vështri, as sa janë mjaftueshëm për fëmijët e vështrisë, për të ardhmen që du ta kenin këtë qytet tuaj. Dhe pavarësisht qerdheve, jam zotuar herën e kaluar, por I përsëris këtë zotim, se mësimi tërditor, premtimin që e keni dëgjuar gjithandej nëpër Kosovë, nga çdo parti e çdo komunë, sot e bën realitet vetëm një shtëpi politike në një qytet, lidhja demokratike e Kosovës në Prishtinë kryeqytet. Ju kam dhënë fjalën këtu në vështri, që vështëria për shkak të konstruktit gjeografik dhe hapësirës fizike që e ka, do të bëhet me prioritet brenda 2 viteve të para me mësim tërditor në gjithë komunën e Vështrisë barabartë me kryeqytetin. Pra çdo shkollë në Vështri do të ketë mësim tërditor,
fëmijë që ushqehen me shujta të ngrohta, fëmijë që qëndrojnë 8 orë në shkollë, fëmijë që mësojnë barabartësisht me çdo fëmijë e të kontinentit në Evropë. Si vështri në Prishtinë dhe patjetër gjithandaj në Kosovë, mësimi tërditor është projekt Kapitali Yni. Natyrisht, dhe nuk duhet të nëmbëlqësuar dhe ata që kujdesen për fëmijët tonë, në kohën kur prindërit janë në punë të zënë e kështu me radhë, për mësuesit, kategorinë më shembullore të shoqërisë kosovare. Dhe jo vetëm për ta, për çdo të punësuar në sektorin publik, jemi zotuar, rizotohemi, rikonfirmojmë që në javët e para koeficienti do të bëhet 150 dhe kështu mësuesi i Kosovës për herë të parë në historinë e Kosovës, për herë të parë në historinë e vendit tonë, nën qeverisjen e LDK-s, me njëherë pas një vonesë do të ketë pak plot 1.000 euro në muaj. Një mësues nga një simbol i rezistencës na shndrohet një forcë zhvillimore e Republikës, e përveç mësuesve, le të flasim dhe policëve, le të flasim dhe infermierëve, le të flasim dhe zjarfikësve, le të flasim dhe ushtarëve të Kosovës, pagat e tyre do të jenë nga 900 deri 975 euro varësisht nga koeficienti 150 për këto kategori. Ky është investim në shtet i fortë do të thotë administratë fortë. Natyrisht nuk mund t'i harroj as pensionistët, ata që na kanë mësuar kulturën, traditën, gjuhën, besimin, që na kanë dhënë këtë shtet dhe familjet, ata nuk duhet ndihen e trajtohen si të prisë kësaj shoqërie. Po e shoh një pensionist të gëzuar aty, ja pa shajrin. Nuk janë shumë, por kaq shteti i Kosovës mund të bëjë në këtë fazë. Le të shpresojmë se zhvillohemi si gjeneratë edhe më shumë, e duhet zhvillohemi me investime të mëdha kapitale, me investime infrastrukturore, siç e ka LDK-ja plot 5 miliard euro për 4 vite. Janë investime në rrugë, janë investime në Hekurudha, janë investime në centralin e ri me gaz dhe gazifikimin që na vjen nga Hani e Lezit, tek Kaçaniku, tek Ferizaj, tek Prishtina, Obiliqi, Vushtrria, e deri në Mitrovicë, në shkretorën e Mitrovicës, gaz dhe gaz amerikan do të ketë në Republikën e Kosovës. Jo vetëm që të kemi energji elektrike, jo vetëm që mos t'i djegim 1 miliard euro import të rrymës në Kosovën tonë, edhe në fund mos të kemi rrymë, por që të kemi rrymë stabile dhe të kemi rrymë të lirë. Sapo dëgjova se dëshirojnë të rrisin çmimet e energjisë elektrike edhe një herë. I kanë rrit tash e çdo vjet, secilin vjet vazhdimisht. Më lejoni të zotohem këtu edhe një herë, se unë dhe ekipi im zotohemi, do të bëjmë çmos që këto çmime mos rriten më në të ardhmen e afërt të Republikës Kosovës. Le të heqim TVSH në faturat e energjisë elektrike, le të bëjmë kapacitete të reja gjeneruese sepse Kosova vërtet ka pasuri, le të janalim bukën mafisë energjetike dhe rregull është Kosova dhe populli jon, le të jetojë në energji të lirë, të përballueshme e jo kaq të kushtueshme ndër më të shtretat në Evropë siç e kemi tani. Natyrisht, për të bërë këtë gjë të mundshme kam nevojë dhe për rinin e Kosovës që kemi pasurinë më të madhe, e cila duhet të jetojë në Kosovë, të bëjë jetë në Kosovë, të krijojë familje në Kosovë. Dhe para se të bëjë një gjë të tillë, më lejoni të shfaq 2 politika kryesore që i kemi për rinin. E para ka të bëjë me trajnimin e 40.000 të rinjve nga shteti në programe të qëndrueshme, në fushën e teknologjisë informative, të energjetikës, e zanateve tjera, në mënyrë që çdo i ri të ketë një aftësi me të cilën gjen punë në Kosovë ose nga Kosova jashtë Kosovës, por që të merr të ardhurë në Kosovë, dhe e dyta të shpalosi programin risi që e kemi në nivel Kosove, punë e garantuar për secilin të posadiplomuar Republikën e Kosovës. 500 euro pak për 6 deri në 12 muajt e parë për secilin njeri që e kryen fakultetin. Nuk ka kuptim me kry shkollë, me kry mësim dhe rinia me na bredh rrugëve pa punë, shteti duhet të asigurojë punën e parë. Këto pra janë disa prej projekteve thelbësore, do të investojmë dhe në shëndetësi, sepse shëndeti nuk pret, e nuk kemi kohë me shuru edhe jashtë vendit. Prandaj ndërtimi i Spitalit të ri të Kosovës, gjysmë miliard euro investim, është siguri, është dignitet njerëzor për qytetarët tonë. Edhe një herë, LDK ka program. Në këtë program janë dhe sferat të ndryshme, çështje të ndryshme, por më lejoni të them se me plot bindje se përveç programit LDK-ja ka dhe listën më të mirë politike që ka dikush në Kosovë. 110 kandidat nga numri 1 deri numri 110, mbyllni syt, zgjellni 10, prap nuk do të gaboni asnjëherë.
Mirëmbrëma Vushtri. Faleminderit për mikpritjen. Shumë shkurt urime 36 vjetori themelimit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për gjithë ata që nuk e din, këtu është dega e parë që u themelua e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe këtu është vendi ku presidenti Rugova erdhi dhe Demokratike të Kosovës. Urime 36 vjetori i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Uroj. Uroj që nga ky përvjetor dhe ju bëj ftesë që të bashkohemi dhe me datën 28 dhjetor të dalim dhe të votojmë për Lidhjen Demokratike të Kosovës me numrin 1, 2, 3. Edhe një kërkesë të fundit e kam të premten në ora 18 në Pallat Rinis, kështu siç jeni, hajdeni në tubimin e madh për mbylljes të fushatës elektorale të Lidhjes Demokratike të Kosovës.